Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshallahu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Njeriu është krijuar për të jetuar në shoqëri dhe marrëdhëniet që ndërton me të tjerët janë pasqyrim i vlerave që ai mbart në zemër. Një shoqëri e shëndosh nuk ndërtohet vetëm mbi ligje dhe rregulla, por mbi moralin, respektin dhe mirësinë e individëve që e përbëjnë ata. Në fenë e pastër islame, mirësia nuk është thjesht një sjellje e lavdërueshme, por një detyrim moral dhe njëkohësisht dhe detyrim shpirtëror që buron nga besimi në Allahun e Madhëruar. Besimtari i vërtet nuk e kufizon fen vetëm në adhurimet e tij, por e shfaq atë në çdo fjalë, në çdo vepër dhe në çdo marrëdhënie me njerëzit. Ai përpiqet të jetë burim paqe, drejtësie dhe mëshire, duke ndikuar pozitivisht në familje, në vendin e punës dhe në të gjithë shoqërinë. Kurani famëlar dhe mësimet e profetit dhe udhëzimet e Ehlibetit, paqja qoftë mbi ta të gjithë, e vendosin mirësinë në themel të karakterit të besimtarit. Ato na mësojnë se besimi i sinqert nuk matet vetëm me fjalë apo rite fetare, por me mënyrën se si njeriu sillet ndaj të tjerëve, si i ndihmon nevojtarët, si ruan drejtësinë, si i fal gabimet dhe si përhap dashuri e mirëkuptim. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, mirësia e besimtarit është një forcë që jo vetëm fisnikëron individin, por dhe ndërton ura besimi, harmonie dhe solidaritetin në shoqëri, duke e bërë atë më të drejtë, më njerëzore dhe më pranë idealeve që Allahu i plotfuqishëm dëshiron për të gjithë njerëzimin. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqni së bashku për ditën e sotme ajetet e përzgjedhura nga sura Fatir, që janë ajeti i 5 deri në ajetin e 9 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. O njerëz, padyshim, premtimi i Allahut dita e gjykimit është i vërtet, prandaj të mos ju gënjej kurse si jeta e kësaj bote, dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun. Me të vërtet, djalli është armik për ju, andaj vështrojeni si armik. Ai vetëm i josh iftarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflakur. Për ata që nuk besojnë, ka dënim të rënd, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe shpërblim të madh. A është ai që veprat e veta të këqija i duken të mira, si ai që është i udhëzuar në rrugën e drejtë? Me të vërtet, Allahu shpije në humbje këtë doj dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Ti mos e shqetëso veten deri në shkatërim për humbjen e tyre. Allahu është vërtet i gjithdijshëm për ato që bëjnë ata. Allahu është ai që i dërgon erërat të cilat lëvizin ret. Ne i drejtojmë ato në viset e vdekura e nëpërmjet tyre gjallërojmë tokën, pasi ka qenë e shkret. Kështu do të jetë dhe ringjallja. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme në programin Trokitje Shpirtërore, do të flasim rreth temës mirësia e besimtarit në shoqëri. Shoqëria njerëzore ndërtohet me marrëdhëniet me individat. Kur këto marrëdhënie mbështeten në drejtësi, dashuri, respekt dhe mirësi, kjo shoqëri bëhet e fortë, e bashkuar dhe e begat.
Islami nuk e sheh besimin si një çështje vetëm personale mes njeriu dhe Allahut, por si një realitet që duhet të reflektohet në sjelljen e përditshme ndaj njerëzve. Besimtari i vërtet nuk njihet vetëm nga namazi, agjërimi apo adhurimet e tij që kryen, por njihet edhe nga mënyra se si ai flet, si sillet, si manovron në shumë situata në shoqëri, si ndihmon dhe si i trajton të tjerat. Kurani famullar të paraqet besimtarin si burim mëshire, paqe dhe mirësie për shoqërinë ku ai jeton. Ai është njeriu që nuk lëndon askënd, nuk përhap urrëtie, nuk mashtron dhe nuk përfiton padrejtësisht nga të tjerat. Përkundrazi, besimtari i vërtet përpiqet të jetë shembull i moralit të lartë dhe të përhap mirësi kudo që ndodhet. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmve, ndërsa ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejtësia. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet është një prej ajeteve më gjithëpërfshirëse mbi moralin islam. Ky ajet tregon se drejtësia dhe mirësia nuk janë zgjedhje, por janë një urdhër hynor. Besimtari nuk kufizohet vetëm në shmangjen e së keqes, por përpiqet vazhdimisht për të bërë mirë. Një nga cilësitë më të rëndësishme të besimtarit është butësia që ai ka dhe sjellja e mirë. Njeriu mund të fitojë zemrat e njerëzve jo vetëm me fjalë të bukura, por edhe me karakterin e tij. Në një shoqëri ku mbizotron respekti dhe mirësia, konfliktet paksohen dhe njerëzit jetojnë më të qetë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Më i miri prej jush është ai që ka moralin më të mirë." Dhe ky hadith na mëson se vlera e njeriut nuk matet me pasurinë, pozitën apo famën, por me karakterin dhe sjelljen e tij. Morali i mirë është pasqyra e besimtarit, por jo vetëm, është dhe pasqyra e besimit në Zotin një vetëm. Një tjetër cilësi e rëndësishme e besimtarit dhe mirësia e tij që ai sjell në shoqëri është ndihma që ai jep ndaj të tjerëve. Besimtari nuk jeton vetëm për veten, por e ndjen ndërgjegjësi dhe përgjegjësi të kujdeset për të gjithë nevojtarët, për jetimët, për të moshuarit dhe për çdo njeri që ka nevojë për mbështetje. Islami e konsideron shërbimin ndaj njerëzve si një nga adhurimet më të mëdha. Allahu i madhëruar thot në surën Nisa në ajetin 36 se: Bismillahirrahmanirrahim. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimat, të varfrit, fshinjen e afër, fshinjen e largët, shokun pranë jush, udhëtarin dhe ata që janë nën kujdesin tuaj. Pas që tham, ajeti 36 i surës Nisa. Ky ajet tregon se mirësia nuk duhet të kufizohet vetëm tek familja, por duhet të përfshijë të gjithë njerëzit që ne na rrethojnë. Shoqëria bëhet më e fortë kur secili ndjen përgjegjësi për tjetrin që ka pranë. Një nga shtyllat e mirësisë është dhe sinqeriteti. Besimtari nuk mashtron, besimtari nuk gënjen dhe nuk tradhton besimin e njerëzve. Ai është i drejtë në tregti, i drejtë në punë, i drejtë në familje dhe në çdo marrëdhënie shoqërore qofshin ato. Kur njerëzit mund t'i besojnë njëri tjetrit, ndërtohet një shoqëri e sigurt dhe themase e qëndrueshme. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe jini me të sinqertë. Ajeti 119 i surës Tauba. Po ashtu, besimtari ruan gjuhën e tij në çdo moment. Ai nuk përgojon, nuk shpif dhe nuk fyen të tjerët me fjalë fyese. Fjalët kanë fuqi të ndërtojnë, por njëkohësisht fjalët shkatrojnë dhe shembin edhe një besim i cili është krijuar për vitesh. Prandaj Islami kushton shumë rëndësi të madhe dhe mënyrës dhe etikës së komunikimit që ne kemi me të tjerët. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: "Thuaj ju robërve të mi të flasin atë që është më e mira." Ajeti 53 i surës Isra. Në kohën tonë, kur rrjetet sociale fatkeqësisht kanë mbizotruar mbi realitetin dhe janë bërë një pjesë e zakonshme e jetës së përditshme, udhëzimi i Allahut xhaleshanuhu kërkohet më shumë se kurrë. Besimtari duhet të jetë shembull dhe në botën virtuale, duke shmangur ofendimet, duke shmangur përhapjen e thashetemeve dhe duke ruajtur gjuhën nga urrëtia dhe nga fjalët e pista e të kota. Një shoqëri nuk mund të jetë e shëndosh pa falje dhe pa durim. Njerëzit gabojnë, njeriu është i gabueshëm,
lëndon dhe keq kuptohet. Besimtari përpiqet të falë, të pajtojë dhe të shmang hakmarrjen, dhe të largoj gabimet dhe të largoj sa më shumë lëndimet nga zemra e njerëzve. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Le të falin dhe të tolerojnë. A nuk dëshironi që Allahu t'ju falë juve? Ajeti 22 i surës Nur. Pra falja nuk është dobësi, por është një forcë shpirtërore. Ajo çliron zemrën nga urrëtia dhe krijon mundësi për pajtim dhe për harmoni. Ehlibeti të dashur vëllezër dhe motra, na kanë lënë shembull të jashtëzakonshëm të kësaj mirësie ndaj njerëzve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Silluni me njerëzit në atë mënyrë që, nëse vdisni, ata të qajnë për ju, e nëse jetoni, të dëshirojnë shoqërinë tuaj." Dhe ky udhëzim përmbledh thelbin e moralit islam. Besimtari nuk kërkon të dominojë mbi njerëzit, por të fitojë zemrat e tyre me drejtësi, urtësi dhe dashamirësi. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Jini zbukurim për ne dhe mos u bëni turp për ne." Dhe ky hadith i fton besimtarët që me sjelljet e tyre të pasqyrojnë bukurinë e islamit dhe të shkollës së ehlibetit të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Çdo besimtar është përfaqësues i vetes, i fesë së tij përmes veprave të tij të përditshme. Një besimtar të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi beson në Allahun xhaleshanhu, pasi kupton se si duhet të jetë shembull në shoqëri, një prej pikave më kryesore për të qenë ai shembull në shoqëri dhe për të përhapur mirësinë është pikërisht përhapja e paqes. Besimtari nuk nxit konflikte, por përpiqet të bashkojë zemrat dhe të zgjidhë mosmarrëveshjet në drejtësi. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtoni vëllezërit tuaj dhe kini frikë Allahun që të mëshiroheni. Ajeti 10 i surës Huxhurat. Pra vëllazëria islame nuk kufizohet vetëm në fjalë, pra ajo kërkon mbështetje, kërkon ndihmë, kërkon respekt dhe dashuri të ndërsjellët. Kur këto cilësi zbatohen, shoqëria bëhet edhe më e bashkuar dhe më e fortë. Mirësia e besimtarit shfaqet edhe në kujdesin e tij për mjedisin, në respektin e tij ndaj ligjeve, në ndershmërinë e tij në punë, në edukimin e tij ndaj fëmijëve dhe në respektin e tij që ka ndaj të drejtave të tjerëve në shoqëri. Prandaj Islami e konsideron çdo vepër të dobishme për shoqërinë si pjesë e adhurimit të besimtarit, kur ajo bëhet me qëllim të sinqert për hir të Allahut të plotfuqishëm. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, mund të themi se besimtari është një dritë për shoqërinë, është një fener ndriçues, sepse ai përhap shpresë aty ku ka dëshpërim. Ai përhap drejtësi aty ku ka zbarkuar, se ta themi, padrejtësia. Ai përhap mirësi aty ku ka urrëtie dhe përhap paqe aty ku ka përçarje. Mirësia e tij nuk kufizohet vetëm në fjalë, por shfaqet në çdo veprim, në çdo marrëdhënie dhe në çdo përgjegjësi që ai merr përsipër. Kur secili besimtar përpiqet të zbatojë mësimet e Kuranit, në shembullin e profetit dhe të ehlibetit, paqja qoftë mbi ta, shoqëria bëhet më e drejtë, më e mëshirshme dhe më e begatë. Kjo është rruga të dashur vëllezër dhe motra që Allahu dhe feja e tij, feja pastër islame, na mësojnë. Të jemi njerëz që i sjellim dobi të tjerëve dhe mos të jemi për atyre të cilët i sjellim dëm të tjerëve, të jemi për atyre të cilët bëjnë mirë për të gjetur mirë, të jemi për atyre të cilat përhapin fjalën e mirë, fjalën e Allahut, mirësinë, bujarinë, dashurinë dhe ndjenjën më të bukur në shoqëri, dhe mbi të gjitha të jemi për atyre të cilët i ftojmë njerëzit sepse na besojnë, pra të jemi njerëz të besës dhe mos të jemi për atyre të cilat shkelin pertimin, ose gënjejnë, ose ofendojnë. Allahu na ruaj. Allahu na bëft për atyre të cilët e duan të mirën, e përhapin atë, urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Na bëft për atyre të cilët themi gjithmonë, dëgjuam dhe u bindëm urdhrit tënd, o Allah i madhëruar. Në këto momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.